familjar të dëshmorit të kombit Bekim Zenuni, i nderuar kryetari i komunës së Voshtresë zotëri Ferit Idrizi, i nderuar nënkryetar Shpëtim Zhegrova, general Rahman Rama, Jakub Nura, Bekim Haxhiu, i nderuar kryetar i shoqatës së familjeve të dëshmorëve Dega në Voshtre dhe ju përfaqësues të shoqatave të dalën nga lufta Dega në Voshtre, zoti Gëzim Zuçaku, Shaban Haliti, Muhamet Aliu, të nderuar bashkëluftëtar, të nderuar epror të ushtrisë lirimtare të Kosovës, familjar të dëshmorëve të kombit, invalid të luftës, të nderuar të pranishëm. Sot jemi mbledhur në këtë ceremoni që është e rëndë, por njëkohësisht është edhe krenare. Jemi mbledhur për t'i bërë nderimin e merituar dëshmorit të kombit Bekim Shaban Zenuni. Bekimi në kohët më të vështira për vendin zgjodhi rrugën e sakrificës dhe të qëndresës. Andaj, në nderim të dëshmorit Bekim Zenuni, ju ftoj për 1 minutë heshtje. Lavdi dëshmorit.
Në një ditë si kjo është e pashmangshme që të mos kemi dhimbje ne bashkëluftëtarët, por veçanërisht familja e dëshmorit. Por në një ditë si kjo njeriu e kupton se sa e rëndë është pesha e lirisë që sot ne e gëzojmë. Sepse pas çdo rrugë të lirë, pas çdo flamuri që valon sot në Kosovë, pas çdo institucioni të ndërtuar në këtë shtet, qëndrojnë plagët, qëndron gjaku dhe sakrifica e dëshmorëve të kombit. Bekim Zenuni kthehet sot me nderime pranë shokëve të tij, si pjesë e brezit që shkroi historinë me sakrificën më të madhe që mund ta bëjë njeriu, me jetën e tij. Dhimbja e familjes sot është e madhe, por në këtë ceremoni nuk mjafton vetëm të jemi të pikëlluar, sepse duhet të jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë që kemi ndaj amanetit të dëshmorëve. Të mos harrojmë se amaneti i dëshmorëve nuk ruhet vetëm në kujtime dhe fjalë, por në drejtësi, në dignitet, në unitet dhe në respekt për sakrificën mbi të cilën është ngritur shteti ynë. Lavdi jetës dhe veprës së dëshmorit Bekim Zenuni, lavdi ushtrisë lirimtare të Kosovës, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Në këtë ceremoni të veçantë është i pranishëm edhe njëri nga bashkëluftëtarët e Bekimit, i cili aktualisht e mban pozitën e kryetarit të komunës dhe në patronazhin e tij edhe organizohet kjo ceremoni. Fjala është për kryetarin e komunës zotëri Ferit Idrizin, andaj e ftoj për një fjalë rasti. Të nderuara familje të dëshmorëve të kombit Bekim Zenuni, Adem Ademi, Ramadan Fazliu, Ekrem Jusufi, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit, i nderuar nënkryetar i komunës Shpetim Zhegrova, General Rahman Rama, General Jakub Nura, kryetar i familjeve të dëshmorëve të kombit, i shoqatës së familjeve të dëshmorëve të kombit, Xhavet Jashari, të nderuar kryetar të shoqatave të dala nga lufta, Lega Nevoshtri, të familjeve të dëshmorëve, veteranëve, invalidëve të luftës, ish të përndjekurve politik, të dashur qytetarë të Voshtrisë, gjithë ju të pranishëm e pror dhe ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ushtarë të Kosovës që i beni e rujën deri në këto momente rivarimit të dëshmorit të kombit Bekim Zenuni. Sot është një ditë e veçantë që i bartim për të pushuar përjetësisht pranë shokëve të tij, pranë bashkëluftëtarëve, eshtrat e dëshmorit të kombit Bekim Zenuni, i cili ra heroikisht me datën 25 mars të vitit 1999. Sot në këtë kompleks të mbushur me varre të dëshmorëve, Kosova është më sigurt. Është më sigurt drejt të ardhmes së saj, sepse, siç thoshte komandanti legjendar Adem Jashari, në çdo formë që do ta sjellim lirinë, Kosovës i mungojnë dëshmorët. Dhe sot Kosova është vend me themele të forta, sepse ka dëshmorët e vet, ka martirët e vet, ka generalet e luftës që i kemi këtu përballë që kanë udhëhequr luftën, ka invalidet dhe veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka martirët, ka një të ardhme, ka një perspektivë. Dhe sot ju themi faleminderit shumë për sakrificën sublime që bërë për atë dëshmorit Bekim Zenuni. Faleminderit familjes Zenuni, faleminderit të gjitha familjeve të dëshmorëve të kombit. Lavdi dëshmorëve të kombit, faleminderit
ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, veteranëve dhe invalidëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët i lanë gjymtyrët e veta në arenat e luftës dhe sot ju themi lavdi dëshmorëve të kombit. Faleminderit. Falenderojmë kryetarin e komunës për fjalën e tij, ndërsa në vazhdim fjalën ja kalojmë njërit nga protagonistët, njërit nga ata që mund të themi ndezi flakadanin e lirisë së shtetit tonë, njërit nga bashkëluftëtarët e Adem Jasharit, por edhe kisha fatin të isha edhe unë bashkë me Bekimin ushtari i tij. Fjala është për komandantin general Jakub Nura. Të nderuara familje të dëshmorëve, bashkëluftëtar, pjesëmarrës të nderuar, kryetari i komunës, deputet, ish deputet, priste shoqata të dalur nga lufta. Sot jemi mbledhur këtu në një ngjarje jo të lehtë, të dhimbshme për familjen edhe për bashkëlufttarët, për krenari, për gjithë neve që patëm djem të tillë që sot ne frymojmë vlerëshëm sajat e gjakut të tyre. Bekimin nga sot do e përcjell malin e Çeçavicës nga kjo kodër me bashkëluftëtarët e tij. Bekimi ishte një djalë që sa i kishte mbushur 25 pranvera. U bë themel i shtetit të Kosovës. Bekimi ishte djali i pestë dhe i treti ushtar nga prindrit Shabani dhe bashkëshortja e tij. Se nga dalja publike e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Bekimi kishte shfaqur interesim që t'i bashkohet asaj. Por në mungesë të armës nuk e kishte arritur qëllimin. Posa erdhen armët e para në fshat, ai rrëmbeu armën. Edhe se vëllezërit e kishin këshilluar që t'ia jepte një më të moshuari, ai me vendosmëri refuzoi dhe tha që vetëm i vdekur mund ta lëshoj armën. Ai shquhej për urtësi dhe trimëri. Ata e tregoi gjatë gjithë kohës, duke shkuar i pari kudo që kriste pushka. Në 25 maj të 1999, posa e vreti që disa bashkëfshatarë kishin hyrë në një zonë të rrezikshme, ai pa hezituar vrapoi që të dilte në ndihmë duke sakrifikuar veten. Luftime ball për ball, vritet duke luftuar heroikisht, duke lënë të vrarë dhe të plagosur edhe nga forcat serbe. Të irrituar bën hakmarrje dhe i vran 5 bashkëfshatarë nga fshati Beqiq. Dëshmorët janë ata që kryen obligimin ndaj atyut. Kurse në të gjallët, veteranë invalid, politikanë qytetarë, përsa të na rrah zemra, kemi obligim ndaj atyut tonë të dashur që u bë mund dhe sakrifica u der gjak i madh deri të fitoria e lirisë. Lavdi Bekimit, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit që ne mundësuan që ne sot të jetojmë të lirë, të punojmë dhe të përpiqemi për familjen dhe për shtetin tonë. Faleminderit shumë. Falenderoj generalin për evokimin e kujtimeve për dëshmorin e kombit Bekim Zenuni,
por edhe shpalosjen e kontributit të familjes Zenoni, e cila me ku I kishte hapur dyert për ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Në vazhdim, në emër të organizatave të dalën nga lufta, fjalën ja kaloj Zotit Xhavit Jashari. Nderora familje dëshmorit e kombit Bekim Zenoni, I nderori kryetari I komunës Ferit Idrizi, nënkryetar Zoti Zhegrova, general Raman Rama, Jakub Nura, ish deputet, invalid dhe veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, I nderori drejtari I agjencioneve memorialeve Imeri Hakaj, më falni, gjithë ju të pranishëm ushtria e Kosovës, unë po bëj përpjekje në këtë përshëndetje në emër të organizatave të dalën nga lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Jam shumë I shkurt. Gjithë këtu që jemi prezent, personalitete që I përshëndeta, bashkëngjejmë me familjen Zenoni, edhe dhimbjen, po mbi gjitha nga rënia e bekimit e deri në botën tjetër do të ndihemi krenar për veprën e tij, për luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe për gjithë ata që e vullosën lirinë e Kosovës me gjakun, luftën dhe sakrificën e tyre. Në rastet e këtilla duhet ta kujtojmë çdo herë këtë luftë plot lavdi. Por gjithsesi duhet ta kujtojmë edhe Kosovën e para luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ishim të kushtuar e të robruar. Dhe siç thoshte veprimtari I madh I kësaj treve I çështjes kombëtare Hasan Prishtina, liria nuk falet. Ajo fitohet me sakrificë, e mbi gjitha me luftë. Dhe ata që duhet ta bëjnë këtë janë ata të cilët duhet ta kenë guximin. Dhe e bijat e luftës e ushtrisë shqiptare të Kosovës e kishin guximin edhe veprimin. Dhe falë kësaj lufte sot jemi të lirë. Më meritorit janë ata që vullosën lirinë e kësaj pjese të atë që quhet Kosovë, dëshmorët e kombit, invalid të luftës dhe pjesëtarët e asaj periudhe tani veteran të luftës. Lavdi bekimit I cili sot përjetësisht bashkohet me ata që e bën luftën dhe rrugtimin deri në ramje, sot e tutjen përjetësi janë bashkë dhe do të na tregojnë rrugën çdo herë, e sidomos atyre që e humbin se lirinë e kemi fituar me luftë dhe me gjak. Respekt për familje, nder dhe respekt për gjithë juve që jeni prezent. Lavdi edhe njëherë gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit. Faleminderit Zoti Jashari, në nderim të dëshmorit të kombit Bekim Zenoni, studentja vushtriase Tuana Grabovsi ka përgatitur një poezi e cila do të paraqitet tani dhe pas Tuanës do të paraqitet mbesa e dëshmorit Riola Sertolli me një poezi po ashtu për dëshmorin. E jo që merr një frymë këtë tokë të lirë, mos ecni me kokule me harru, se çdo hap që ju e bëni pa mendu, dikush dje jetën e vet ka pagu. Po shofshëm paqe o dëshmor, se sot vendin tonë ke marrë me nder, por amaneti yt na ka mbet neve. Me dasht këtë tokë, me dasht ma shumë se vetën, gjithmonë e përherë. Dëshmori Bekim Zenoni, në këtë vend duke I mbrojtur me gjak tretë tona etnike, ti na dhe lirin para me shekuj e vite. O prindër, ju motra dhe vëllezërit e mi, a di që ju rat, ju lindët përsëri,
Këtu preja trupi i dajës tim dhe shumë dëshmorëve tjerë. Trimat janë ata që vdesin për atë, por shpirtrat e tyre janë gjithmonë me ne. Daja im në betej ku shkonte, këngës ja thoshte: po ku je o shkajzi, ne nuk vrasim gra e fmi. Lavdi, të gjithë dëshmore që ranë për liri. Falenderoj vajzat për paraqitjet e tyre, ndërsa në vazhdim shoqata e familjeve të dëshmorëve Dega në Voshtre ka përgatitur disa mirënjohje. E ftoj kryetarin e shoqatës Dega në Voshtre, zotin Gzim Zoqaku. Mirënjohje do të ndahen për 4 dëshmorët post-mortem. Kisha ftuar edhe generalin Ramon Rama të bashkangjitet dhe kryetari i familjes dëshmore Xhavet Jashari. Me respekt dhe nderim të veçantë, shprehim mirënjohjen tonë më të sinqertë për familjen e dëshmorit të UÇK-s, zona operative e Drenicës, brigada 114, për sakrificën sublime dhe kontributin edhe në rrugën e lirisë të Kosovës. Gjaku i dëshmorëve mbetet themeli i lirisë dhe krenaria e kombit tonë. Mirënjohje ndahet për familjen e dëshmorit Bekim Shaban Zenuni. Ftoj familjarin e dëshmorit që ta pranojë mirënjohjen. Po ashtu, me respekt dhe nderim të veçantë, shprehim mirënjohjen tonë më të sinqertë për familjen e dëshmorit të UÇK-s, zona operative Shalës, brigada 142. Mirënjohje për familjen e dëshmorit Ekrem Enver Isufi. Ftoj familjarin që ta pranojë mirënjohjen. Pra, mirënjohjen e pranon nëna e dëshmorit. Mirënjohje familjes së dëshmorit Adem Ramadan Ademi. Ftoj familjarin e dëshmorit që ka pranoj mirënjohjen. Mirënjohjen e pranon babai i dëshmorit. Shoqata e familjeve të dëshmorëve ndan mirënjohje edhe për familjen e dëshmorit Ramadan Beqer Fazliu. Ftoj familjarin që ta pranojë mirënjohjen. Mirënjohjen e pranon i biri i dëshmorit. Shoqata e familjeve të dëshmorëve ka përgatitur edhe një falënderim për Agjencionin për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës. Ftoj përfaqësuesin që ta pranojë falënderimin, zoti Imer Hakaj. Shoqata e familjeve të dëshmorëve ndan mirënjohje për zotin Bashkim Kamberi, i cili është përfaqësuesi i kompanisë Loti, e cila ka punuar në realizimin e këtyre aktiviteteve. Ftoj përfaqësuesin nëse bashkimin, nëse është i pranishëm. Një falënderim ndahet edhe për zotin Fidan Povataj, përfaqësuesi i kompanisë e cila ka punuar në realizimin e këtij projekti. Faleminderit edhe jush. Të nderuar të pranishëm, edhe njëherë në emër të kryetarit të komunës së Voshtresë, në emër të këshillit organizues dhe shoqatave të dalën nga familjet e dëshmorëve të kombit, si dhe familja Zenuni, ju falenderojmë shumë për pranimin tuaj, ndërsa tani është koha që të vendosim buqeta në nderim të dëshmorit. Ftoj kryetarin dhe pastaj sipas radhës të vendosen buqetat. Miru pafshim.